Bismillahirrahmanirrahim. Tensione, rrahje, vrasje, luftë, madje edhe bomba nukleare po përmendëm. Fjalë që shumë shpesh po i dëgjojmë. Mbushja e kokës me lajme të këqija nuk i bën mirë shëndetit tonë mendor. Asisoj dobësohet ose humbet krejtësisht përqendrimi ynë nga aktivitetet, detyrimet dhe punët tona të përditshme. Ndodh gjithë natën lexojmë lajme rreth luftës në Ukrainë ose Gjetio, e pastaj na ik namazi i sabahut. Pastaj prishet disponimi në shtëpinë tonë, kurse bisedat normale e të qeta fillojnë zhduken çdo ditë më shumë. Në momente të caktuara na bie ndërmend se situata në përbotë nuk është mirë dhe ne duhet të kontribuojmë disi për ta rregulluar. Por si? Ani pse jemi shqiponja, por nuk ka nevojë t'i hapim krahët sa s'bën. Detyrat individuale nuk duhet t'i kapërcejmë për të shkuar tek ato shoqërore, ende më hiq tek ato globale. Mendo globalisht, por vepro lokalisht, na thot një urtësi moderne. Nëse duam ta përkthejmë këtë urtësi në shqipe të lirë, kjo do të thonë ta ruajmë disponimin, mirësjelljen dhe buzëqeshjen tonë ndaj gjithkujt që takojmë. Ti qëndrojmë pranë prindërve me mohabet mirë dhe respekt madh. Ti plotësojmë nevojat e tyre pa pritur që ata të na thonë. Ti përkrahim bashkëshortet tona, bashkëshortët tanë, me fjalë të ëmbla dhe të shprehim mirënjohjen sa më shpesh. Raportet e mira mes bashkëshortëve nuk janë mur dhe as gur të palëvizshëm. Jo, ato kërkojnë investim të përditshëm, merremetim dhe përkushtim të sinqertë. Të jemi bashkë me fëmijët tanë gjithmonë, sidomos kur duan të realizojnë diçka, duke filluar prej të detyrat e shtëpisë që i jep shkolla atyne, e deri te debatet për sjelljet e reja që ata i mësojnë nga Instagrami e TikToku. Nëse në familjet tona ka harmoni, mohabet, buzëqeshje, përkrahje, përkushtim, investim dhe gjithsesi dashuri, atëherë ne kemi kryer kontributin më të madh për të sjellur paqe në shtëpi, në qytet, në shtet, por edhe në botë. Për shumë diktatorë në përbotë thuhet se kanë pasur fëmijëri të keqe dhe familje që nuk kanë ushqyer fëmijët e tyre me dashuri. Shembulli ynë duhet të jetë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: "Më i miri ndër ju është ai që bëhet më i miri me familjen e vet. Unë jam më i miri me familjen." Allahu na drejtoft.